mirë se vini në Tradecast Albania. Si gjithmonë, do bëjmë një analizë fundamentale, pastaj analizë teknikale të tre kategoritë tregjeve kryesore. Flasim për aksionet, kriptot, madhrat, përfshim pak edhe forexin këtu me analizë të përgjithshëm, që besoj që do t'ju japi animin e duhur për ju që tregtoni forexin. Edhe ka qenë një javë, do thoja, më shumë e përqendruar te raportimet e të ardhurave të bizneseve, me disa informacione për punësimin në Amerikë. Do t'i mbulojmë shpejt këtu dhe shkurt, sepse nuk është që kam të tjerët, që është Kleo dhe Irdi në këtë episod. Edhe do mundohem që të bëj një përmbledhje të shpejt për ju që t'ju ndihmoj të kuptoni situatën e përgjithshme të tregut. Besoj që gjithë e dim situatën me Hormuzin që vazhdon të zgjatet dhe është si një re mbi kokë për ne tregtar, por tregu po ecën dhe kemi parë dhe ca ciklime kapitali te kripto, që unë jam munduar të informoj antarët të Telegramit dhe të Discordi, si ato falas dhe ato me pagesë, që du të shikoni dominancën e Bitcoinit dhe dominancën e dollarit në këtë situatë. Kështu që do të mëlojmë gjitha këto hapasapi. Fillojmë tani këtë javë. Ka qenë një javë e dendur me raportimet të ardhur të disa nga kompanive më të rëndësishme amerikane. Këtu përqendrimi jon te grupi im të paktën në Discord ka qenë Palantir, një nga liderët në vitin 2025 dhe 24, rritje fantastike të Palantiri këto 2-3 vjet të fundit, dhe është në një situatë që akoma nuk ka filluar rritjen në 2026, pse ka pasur një ulje. Palantirin e pam dhe dukesh okay, ishte një gjë që nuk pati le të themi konfirmimet e duara për ne akoma. AMD-ja, një nga investimet më të mira të vitit të grupi Discordit tim, jemi 110% plus, kemi blerë që 207, mos gaboj, do të shikoni pak më vonë te grafiket kur ti bëjmë analizën teknikale. AMD-ja të ardha shumë të mira dhe rritje, ka nxjerrë dhe një chip të re, Supermicro, SMCI-ja ka pasur dhe kjo një rritje, sepse gjithë sektori ka pasur një rritje. Pastaj kemi parë këto të tjerat që kanë qenë pozitive. IonQ, një nga më të mirat tona përpara disa viteve, ka qenë një nga asetet më kryesore që unë kam investuar në sektorin kryesor të quantum computing. IonQ, edhe kjo mirë, ka vazhduar ecurin. CoreWeave, një kompani tjetër që do ta shikoni dhe ta keni vëzhgim. Irene ose Iren ka qenë shumë mirë, Datadog ka ecur shumë mirë, edhe kështu me radhë. Shumë nga këto kompanitë kanë qenë në rritje. Strategji që është MicroStrategia, që mban Bitcoinin, Coinbase ka pasur rritje sepse gjithë sektori kriptos ka pasur rritje. Dhe çdo gjë duket okay për momentin, edhe pse kemi pasur situatë të paqëndrueshme makroekonomike, me naftën, me luftra, me gjëra të tjera që kanë ndodhur në ekonominë amerikane. Vazhdojnë që të kemi optimizëm dhe rritje. Sektori teknologjik, sidomos sektori i semiconductors, ku është AMD-ja, Nvidia, Intel, Dell, që ne kemi tregtuar këtë vit gjithashtu, SMCI-ja dhe shumë kompanitë të tjera ka pasur rritje. Një nga sektorët që nuk ka pasur rritje dhe vazhdon të jetë pak i ngadalësuar është sektori software-it, por unë pash një gjë pozitive me Datadog dhe disa kompani të tjera që mendoj do sjellin një rikuperim. Javën e kaluar pas rritje dhe raportime të mira për Microsoftin edhe Oracle, këto kompanitë më le të themi më të mëdha e software-i, dhe mendoj që shumë shpejt do keni mundësi që të investoni te kompanitë e software dhe do të shikoni me kujdes se kur do vi animi të ato kompani, sepse është shitur shumë.
papunësia ka dalë 4.3%, a njëjta shifër që muajin e kaluar, por një gjë që duhet të vini re këtu është që ka qenë gradualisht në një rritje, do të thotë që po ulet punësimi, por nuk është që ka shumë pozicione të hapura ose pozicione aktuale, sepse hapen pozicione në disa kompani për të rritur reputacionin, por nuk punësojnë njerëz. Kjo është një gjë shumë negative këtu, që po rritet gradualisht, por nuk po ndjet akoma te ekonomia amerikane dhe vazhdon ekonomia amerikane të jetë e qëndrueshme. Tregu është i shumë i mirë. Gjërat e tjera që duhet të diskutojmë këtu është non-farm payrolls, që ka dalur shumë pozitiv. Jo aq se sa muaj i kaluar, por mirë, te 115 dhe vazhdon të themi një rritje të mirë këtu. Kështu që punësimi duket mirë, gjendja ekonomike duket okay në Amerikë. Një nga arsyet kryesore pse ka rënë tregu është situata me Hormuzin, dhe unë e kam mbuluar pak këtu që vazhdon Irani të kërcënoj Amerikën ose shëbahan me gjujtje ndaj atyrve dhe shtetet e tjera të rajoni. Patëm javën e kaluar që nuk e mbulova dot sepse nuk e bëra podcastin, lajm kryesor këtu, Jerome Powell ka dhënë fjalinë e fundit dhe është përgjigjur pyetjeve të mediave për herë të fundit dhe do vazhdoj të jetë bordi i Bankës Qendrore, por nuk do të jetë guvernatori. Edhe kjo është situata, kështu që mund të shikojmë diçka pozitive që mund të ndodhi në fundi i këtij muaji, me ardhjen e Kevin Warsh. Edhe kaq është nga ana makroekonomike dhe do filloj me aksionet. Dhe do fillojmë me indekset kryesore. Të shikoni se si ka ecur indekset kryesore. Okay. Edhe do t'i tregoj diçka interesante këtu për indekset që mendoj që mund të jetë pak situatë delikate. Okay. Po shikoni vetë që nga fillimi i prillit ka filluar tregu të eci për lart, ka pas një trend të qartë, ka qenë arsye kryesore pse unë jam pozicionuar te disa asete të ndryshme, si AMD-ja dhe shumë të tjera, dhe vazhdon ritmi i rritjes, diçka shumë pozitive. Ka qenë momenti ky që unë kam përcaktuar këtu në podcast dhe të grupet e mia premium, që është momenti kyç për të qenë risk on, për të marrë më shumë rrezik përsipër, për të rrezikuar të asetet më të rrezikshme si aksionet dhe kriptot. Dhe ka ecur tregu edhe është shumë mirë kjo lëvizje. Unë personalisht vazhdoj të pres një ulje, por diçka që më kanë ardhur në radar është që kjo është një le të themi shpërthim final për mendimin tim. Trendi, shpërthim final dhe pastaj do kemi një ulje ose një crash, mendoj unë. Kjo është nga pjesa cikluese, mund të flasim këtu për Wyckoff distribution që mund t'i kërkoni në YouTube dhe t'i shikoni se si formohen Wyckoff distributions. Edhe është një fazë finale, një tregu që ka qenë bullish për disa vite. Ja ku keni këtu, ka qenë treg që ka qenë bullish për disa vite dhe pres një ulje ose një correction, një ulje, një korrigjim të tregu që mund të zjasë ndoshta 6 deri në 18 muaj. Nuk ka qenë ky momenti i dur që ul nga situata me Iranin, por mund vi shumë shpejt mendoj se po arrin ato shifrat ekstreme dhe zonat ekstreme të tregu, që zakonisht sjell një distribution. Kjo është situata. Unë po pres, po menaxhoj situatën sa më mirë që të mundem. Ka qenë situatë pak e vështirë sepse
të hesin aksionet për dhe dështojnë. Deri tani jemi pozitiv dhe kemi hesur shumë mirë. Kjo është S&P-ja. Unë personalisht do prisja ose kam pritur këtë testimin e SPY të 730 ca ose 7300 të S&P 500. Mund shkojmë deri te 7500, që mirë te S&P 500. Mund shkojmë deri te 7500 te kjo zona të rezistojmë. Dhe pastaj, a do kemi ciklim kapitali nga semiconductors, që po shikoni këtu që ka sjellur rritje më të madhe, kompani si AMD-ja, te software, që unë po pres t'i tregtoj për long, disa kompani software-i, ose do kemi dalje të në këto asete dhe lëvizje të dollari. Shkon dollari ka qenë në rënje, mund të kemi një rritje të dollari, ulje të S&P-ja dhe risk off këtu, ndoshta rritje të asetet që janë pak më qëndrueshme. Por do shikojmë dhe pjesën tjetër cikluese të IGV-s. Dhe gjë që do t'i sugjeroj të gjithëve është që shikoshit chartin SMH kundër IGV dhe të shikoni momentin që do filloj tregu të anoj më shumë të software-i se sa semiconductors. Për ju që se kuptoni këtë pjesë, për momentin, sektori i mikrochipeve, sektori që është për AI, për hardware, për pajisje fizike që duhen për të krijuar AI, po hecën dhe po hecën më shumë dhe ka mbajtur tregun në këto ritme rritje që në prill. Kemi një grup asetesh që është software, që janë platforma që ti mund t'i bësh download nga për kompjutera, që përdoren në industri të ndryshme, dhe ato ka qenë në rënje. A do bëhet një ciklim kapitali midis këto dy asetve, që është ky chart i këtu, ose do bëhet një ciklim kapitali nga gjithë asetet të aksioneve, edhe kriptos, te dollari, që është lëvizje mbrojtëse. Do shikojmë, është lëvizje cikluese apo lëvizje mbrojtëse. Edhe këtë gjë po monitorojmë ne te Discordi dhe për të gjetur mundësi më të mira te sektori i software-it, po monitoroj këtë chartin këtu. Duhet të thy këtë zonën këtu, charti SMH kundër IGV-s. Okay? Kjo është mendimi im. Kjo pjesë që thash që sektori i teknologjisë po e mban gjithë tregun, duke shumë qartë te rritja e QQQ-s, që është Nasdaq-u, ano më shumë teknologjia. Shikoni që të premten ka qenë 2.3% rritja e sektorit teknologjik edhe Nasdaq-ut dhe 0.8% të S&P 500. Kështu që çdo gjë po varet tani te ato sektore që unë përmenda dhe do të shikojmë ciklimin e kapitalit ku do shkojmë. Duke shumë qartë kjo pjesë të grafika këtu. Dhe te grafika QQQ kundër SPY. Shikoni. Që po dominon. Dhe kundër SPY ka qenë shumë mirë. Ka qenë shumë mirë këtu. Në fundit fare te kjo pjesa e aksioneve do shikoj dhe S&P 500 equal weighted, që ka të bëjmë me peshën e barabartë që i futet çdo aksioni, bin që nuk anon shumë te Nvidia dhe te large caps, po çdo kompani pjestohet në mënyrë të barabartë. Grafika këtu nuk tregon të njëjtin histori, nuk tregon të njëjtin pamje, tregon një pamje që kemi një double top, kur përfshim gjithë kompanitë në mënyrë të barabartë, dhe vazhdoj që them që sektori teknologjik, large caps, po e mban tregun në këtë ritme rritje dhe jo gjithë ekonomia po ecën njëkohësisht. Kështu që kjo është ajo arsye pse unë jam pak i friksuar dhe po tregom i kujdesshëm në investimet e mia dhe thash që po mundohem që gjej momentin e rotacionit dhe ku do lëvizi kapitali. Por më shumë kuptohet që mund të hyeni te Discordi jon, linkun e keni më poshtë te përshkrimi i videos dhe
keni paketet të ndryshme që mund bëni pjesë. Për ju që doni që të shikoni çdo lëvizje që bëj unë, e vetëm mënyrë është që të bëni një trajnimin e strategjisë time, më pas hyni dhe antarësoni te Discordi privat që shikoni dhe lëvizjet e mia. Portofoli im është i përqendruar më shumë te AMD-ja dhe AMD-ja ka qenë shumë lëvizje mirë që ne kemi kapur. Kemi kapur që këtu 215, 220 dhe është tani 460 aksioni dhe vazhdon këtë rritje euforike sepse pati edhe raportime të ardhura. Unë gjatë rritjes jam munduar të dilja 10-20% këtu dhe po nxjerr pak kapital dhe këto çmime shumë të larta dhe po e lej pjesën tjetër të heci dhe të lëvizi lirshëm. Po shikoni shumë qartë që ka qenë raporti 1-10, e bëj që kam rrezikuar diku te 1% të kjo lëvizje dhe kam bërë 11% te AMD-ja vetëm te AMD-ja. Kjo është një lëvizje tipike e strategjisë time, nuk vin çdo herë, por 1/3 të lëvizjeve që ne kapim janë 1/2 dhe 1/3 e sipër. Në ca raste kemi 10% të lëvizjeve që ne kapim me strategjinë time dhe ndaj me antarët e Discordit që shkon 1/10. Kështu që këto 1/10 na japin profitin më të lartë që të mundim performancën e S&P-s, të mundim shumica e tregtarëve të tjerë me performancën vjetore. Kam filluar të blej pak te sektori i software-it me AnyDesk, shikoni tani, por nuk ka filluar të heci akoma. Që po pres që të bëhet rotacioni, kam hyrë pak herët me konfirmimin e strategjisë time dhe pres që të thy këtë zonën këtu prap dhe po nuk e thyu do të dalë sepse i bin që thyn strukturën tjetër këtu dhe vazhdon për poshtë dhe ne nuk e dim se sa mund vazhdojmë. Mund vazhdoj kështu, mund të zjasë disa muaj dhe unë nuk e mbyll kapitalin. Në këto raste mundohem që ta ripunoj, dalë dhe fus diku tjetër ku ka fuqi relative, sektor apo aksion. Tesla na ka hecur shumë mirë këto 3-4 ditë, e kemi tregtuar te kjo zona pak më ulët, për shikoni vetë se mendoj që ishte pak më lartë. Thyrje strukture shumë e thjeshtë, thyrje strukture, ulje, thyrje prap strukture dhe vazhdimsi. Këto janë lëvizjet tipike që unë kap, si AMD-ja, si Tesla, shumë radh, kuptohet që ca do jenë me humje, ca do jenë me fitore mesatare ose mbi mesatare dhe ca të tjerë do jenë fitore ekstreme. Ideja është të kapim trend, prandaj quhemi trend hunter, sepse duam të kapim trendin dhe të rinë të ky trendi sa më gjatë. Nuk na intereson të fitojmë 5% këtu, pastaj të dalim, duam të mbajmë pozicione sa më gjatë që mundet dhe do t'i tregoj të pjesa e kriptos që kam gati 1 muaj ca që mbaj Bitcoinin dhe kur e kemi kapur Bitcoinin. Kështu që kjo është një përmbledhje shpejt e tregtimeve të mia. Kemi edhe në Xton dhe ca lëvizje të tjera që kemi kapur, por portofoli modifikohet dhe adaptohet çdo ditë sipas performancës e çdo aksion. Kështu që bëni pjesë e Discordit, mësoni diçka aty, keni dhe trajnime falas, keni dhe mësime falas, kushdo mund bëhet pjesë edhe të avancoj të tregtimi. Okej. Kaq kisha për aksionet, ka dhe shumë gjëra të tjera që ne monitorojmë dhe i ndajmë, por për më shumë prapë ju sugjeroj të bëni pjesë e komitetit tonë. Fillojmë tani me analizën e kriptos. Dhe kripton jam munduar ta ndaj edhe te Telegrami falas që e kemi ship, për t'ju thënë që shikoni ciklimin e kapitalit nga Bitcoini te altcoins dhe kur do vi ciklimi. Shikoni, kam thënë përpara jave, mund ta ndaj edhe me ju këtu kur e kam thënë, kur e kam thënë, datën 6 e kam thënë
në alts kemi pak më shumë lëvizje, po e kam thënë dhe më përpara, ja kam thënë dhe këto IGV SMH, ku e kemi këtu dominancën, ja ku e kemi. Vazhdon dominancën drejt 82 kjo që ka qenë synimi im dhe ka arritur, dhe më pas kam thënë që duhet shikojmë lëvizjet e dominancës, okay? Kam shpjeguar edhe në për video, kështu që nuk do t'i luaj video këtu, po do t'i shpjegoj shumë shpejt se çfarë kam pa unë dhe çfarë kam darë te komuniteti për të ndihmuar antarët për të kapur momentin e dur. Bitcoini, pa shikoni vetë, vazhdon rritjen, rritje shumë e mirë dhe e qetë. Nuk ka rritje euforike si AMD-ja që ka bërë rikuperim direkt për lart, por ka rritje graduale. Bën një lëvizje për lart, pak konsolidim dip, lëvizje tjetër për lart, pak dip, lëvizje tjetër dhe kështu me radhë. Dhe pa ecën shumë pastër dhe shumë mirë trendi për lart. Kam kapur synimin tim të 82.000 që ka qenë këtu. Kemi hyrë diku të 71 të kjo zona. Kam blerë në rithyrje të strukturave dhe vazhdoj të kem besim që do heci për lart ose mund bëj një mini konsolidim dhe të heci për lart. Varet nga tregu. Një gjë që duhet të shikoni është që për momentin ka lëvizur pak kapitali gjatë kësaj periudhe 3-4 ditë të konsolidimit të Bitcoinit të altcoins. Ja shikoni këtu që nga 6-7 që kam darë unë te Telegrami, besoj që e pat pak më para, që dominanca e Bitcoinit tani është kryesorja, kem parë ulje të Bitcoinit dhe rritje të altcoins. Shkojmë te dominanca e Bitcoinit. Dhe ja ku e keni 3-4 ditë ulje të Bitcoinit. Tani du të shikojmë që a do ullet dominanca akoma, do kemi një ulje ndoshta deri këtu, se vizatova keq, deri te kjo zona e 60% prap, sepse shkoj 61, do shkojmë te 60%, kjo do na japi një mundësi që të ketë një trend të altcoins pak më të pastër dhe të fuqishëm. Për momentin ka pasur një trend të mirë, është një gjë që duhet ta studiojmë e ta shikojmë nga do iki dominanca. I gjë tjetër që doja të thoja këtu është që, ose ju thash që ta monitoroshit, është dominanca e USDT-s. Nuk duhet që dollari të rritjet, duhet vazhdoj USDT-ja këtë ulje, duhet vazhdoj Bitcoini ulje, dhe na duhet një rritje të altcoins. Kjo është ciklimi i kapitalit nga large caps, sepse nuk është vetëm Bitcoini që ka pasur ulje, por dhe Ethereum, nga large caps te small caps, te altcoins në këtë rast. Dhe ja ku e keni Ethereum që ka vazhduar konsolidimin këtu, dhe du të studiojmë për një lëvizje për më lartë ose thyrje strukture që na sjell për më poshtë. Unë personalisht kam dalur nga Ethereum, po mbaj vetëm Bitcoin dhe këto altcoins, po e shikoni vetë arsye, sepse edhe këtu anash shikoni që Bitcoin është pak plus, Ethereum pak minus, tregon që Ethereum ka dobësi të fuqisë relative në krahasim me Bitcoin apo me dollarin apo kështu as edhe të tjera në përgjithësi. Dhe ja ku e keni Solana që 4-5 ditë rritje dhe po fillon tani ritmin e dur. Mund kemi një dip dhe një rritje këtë javë. Është për të monitoruar situata. Ke Link që vazhdon rritjen, Cardano që vazhdon rritjen dhe sa ka thy momentin e dur këtu. Edhe H-Baren. Kam pasur ide të tjera që i kam darë të Discordi dhe prandaj do t'ju jap edhe diçka tjetër këtu për Discordin, sepse për ju që paguni paketën 29
dollar në muj, jo vetëm që keni analizat e mia çdo ditë që unë ndaj mendimet e mia dhe grafikat dhe ku mendoj që të shkruaj tregu dhe asetet kryesore, makroanalizat në çast çdo ditë dhe watchlistet, çfarë po vëzhgoj unë të aksionet, çfarë po vëzhgoj unë të kriptot, keni dhe idetë më të mira të ditës, që po para disa ditëve kam darë këto kripto. E di që shumë nga ju keni qef kripto, ja ku e keni. Kam darë link në datën 4 maj. Ja ku e keni. Dhe më pas ka ecur më mirë. Ke parë këtu XRP që akoma nuk ka vazhduar XRP dhe prandaj nuk e kam bler. Nuk ka thyr strukturat për një blerje të mirë. XRP, Cardano, e kam tregtuar vetë. Ja ku e keni, shumë i shtrënguar, perfekt, edhe ndava te grupi këtu. Ky është te grupi $29 në muj, që është insights, analizat dhe idetë e mia. Grupi tjetër është pak më i avancuar dhe kërkon trajnim. Ke edhe vetë këtu, ja ku e keni, shtrëngim, dhe mund të iknim shikojmë se si ka ecur veti mbas analizës. Unë për vete nuk e kam tregtu, po ja ku e keni, shtrëngim të kjo zona dhe ecuri. Që që keni të gjitha ato ide, keni paka shumë plus dhe vaje se kur i keni blerë ose kur doni ju t'i bleni, po mund t'i shfryzoni idet. Jo vetëm të kriptot, po ndaj dhe ide për aksione që më pëlqejnë, Baidu, Baba, që mund t'i shikojmë tani se si kanë hecur. Ja ku e ke Babën. Dhe Baba për shembull ka hecur, ka bërë një dip. Edhe Baidu, besoj që po një gjë ka bërë, po shikojmë. Duke ka ecur pak më mirë Baidu. Shikoni, lëvizje për lart. Ka që kam për thamë për kripton, vazhdon rritja. Mendoj që ato 2-3 gjëra që thash unë që të monitorojmë, duhet i monitorojmë. Dominanca Bitcoinit, dominanca e dollarit dhe ciklimi nga large te small, nga Bitcoini, Ethereum te altcoins dhe ciklimi te dollari që të monitorojnë njëkohësisht. Gjëra që unë i ndaj çdo ditë kur shikoj një gjë shumë të rëndësishme, ndaj te Discordi, prandaj ju thoj që të bëheni pjesë. Edhe fundi fare është që merrni atë Discordit, jo vetëm që të merrni këto, keni dhe pjesën finale që është education. Këtu antarët ka mundësi që të kenë education, keni gjërat bazike që unë mbuloj për ju, keni dhe gjëra pak më të avancuara që i merrni te paketa $29 dhe gjëra shumë më të avancuara që unë ndaj vetëm me antarët premium. Okej. Atëherë bëjmë analizën e madhrave. Do filloj me unë po filloj me dollarin, që ta mbulojmë dollarin një herë. Dollari shumë i rëndësishëm te ciklimi i kapitalit. Më pëlqen fakti që ka gjetur rezistencë dhe vazhdon të gjejë rezistencë. Këtu ishte momenti për të investuar te asetet që janë risk on, asetet më të rrezikshme, aksionet, kriptot, ja ku e keni datën 7 prill. Këtu e kam përcaktuar te grupi dhe e kam darë. Dhe unë këtu kam filluar që të akumuloja asete më të rrezikshme se sa dollarit, se sa të maj dollarin. Dhe ka vazhduar rritjen, tregu dhe uljen dollari. Rezistencë. Na duhet, dhe duhet ta studiojmë mirë këtë zonë dhe këtë zonë. A do bëhet kjo zonë support, apo do thyet lehtë dhe do vazhdoj java tjetër me ulje të dollarit që do na sjellë një rritje të tregut përgjithshëm. Kjo është kyçi këtë javë. Këtë do të monitoroni, këtë do shikoni pak a shumë çdo ditë gjendja e dollarit, ku do anoj, që të shikoni a të jeni agresiv apo të jeni të rezervuar në traktimet që ju do bëni. Okej. Tjetër, mulojmë naftën. Dhe thoj për dollarin e them shpesh,
$100 në ulje, hyni long dhe tregtoni për lart eron, shumë e thjesht. Nafta vazhdon konsolidimin, unë mendoj që është në fazë konsolidimi nafta, sepse keni këtë zonë këtu, ako e keni, kjo kam marru si lëvizje, unë e kam kap. Kjo është zona konsolidimit që po rrim mrena çmimi dhe do të shikosh që mund bëj. Pastaj nga vera mund vendoset animi. Nga qeshori mund vendoset animi. Ose mund t'i iki për lart, bëj anën e kundërt, varet. Kjo është struktura, unë nuk po e traktoj, nuk më pëlqen fare sepse është në fazë konsolidimi, unë rri jashtë fazave të konsolidimit dhe nuk marr shumë rrezik në këto momente. Floriri mu po më duket mirë për një lëvizje për lart dhe e kam darë te Discordi përpara 2 ditëve tani, e kam darë që në këtë moment që ka thy strukturën. Më duket shumë mirë, më pëlqen support higher low, një çmim më të lartë në ulje, këtu se sa ulja e fundit, ka qenë kjo higher low, edhe shtrëngim, ka dalë këtu, tani do shikojmë që a do ketë vrull këtë javë që do vi. Vrulli këtu është shumë i rëndësishëm për të kapur momentin kyç për të hyrë. Unë nuk kam hyrë, e di që sa nga antarët e mi kanë hyrë, sepse i ka pëlqyer në këtë qërim në rritje, por unë për vete jam pak ma fat gjatë, kështu që po pres. Po shumë mirë më pëlqen për long. Tani po hyrim mrena kësaj zone, jemi short, s'do të hyni. Pra ne po them që është moment kyç këtë javë që do vi, që do vendose animin. Për hyrë mrena, bajni dhe shikoni se si do reagoj te vizat trendit në rritje, që e bin të kjo zona këtu. Thyri apo jo? Kjo është zona që do të shikoni tani. Sa më shumë që shtrëngohet këtu, sa më mirë, sepse fund fare mund të marrësh një tregtim nga këtu me një salet të vogël dhe hecën. Edhe kur hecën merr një përfitim më të lartë. Kështu që duket shumë mirë Floriri. Për momentin po duket ideal që të mund ta kap që këtë javë për lart. Tjetër që dhe ishte mirë që të mbulojmë, kemi ca nga këto kanë hecur këto, nuk është kakao, e diun që disa nga e kanë kapur disa nga antarët, kemi kapur herë këtu, antarët e tjerë kanë kapur këtu. Perfekte kjo lëvizje, fantastike. Një nga antarët po kalon fotomollën me kakao. Ju që doni të tregtoni dhe me strategjinë time mund të kaloni fotomollën, do pak kohë, si çdo gjë, sepse duhet menaxhoni rrezikun mirë, por ja vlen fund fare do keni 100 apo 200.000 në menaxhim dhe keni përfitime të mira. Kështu që mund të tregtoni çdo gjë me strategjinë që ne kemi. Tjetër, kemi sheqerin që nuk është mirë, po shikoj shpejt këto live këto po. S'më pëlqejnë. Kakao ka qenë perfekte. Dhe kemi diskutuar disa herë të Discordi. Tjetër, metalet më ka pëlqy pak kopër. Kopëri mund tjetë në rikuperim. Kemi pasur 2 momente të mira për të hyrë këtu dhe këtu. Unë kopëri nuk e kam tregtu vetë, por kam parë disa ide dhe kam darë të komuniteti të tregu aksioneve përdhus kopëri dhe kështu me radhë. Kaq kemi për madhrat kryesor. Atëherë, për ju që doni të bëni pjesë e Discordit ton, keni 3 paketa, keni free, që hyni dhe shikoni disa nga analizat të thjeshta që ne bëjmë çdo ditë dhe ndajmë për mbledhje të ndryshme. Për ju që doni pak më shumë
Dhe keni mundësi më të hyni te paketa Insights, që është paketa që ju merrni analizat e mia që i kam shpjeguar sot, po i merrni gjatë javës, i merrni në momentet kyçe për të marrë vendimet e duhura, vendimet e zgjuara, dhe merrni dhe idetë aty dhe klasa falas edukative, do shtojmë më shumë klasa, më shumë informacione për ju. Dhe fundi fare, për ju që doni të mësoni strategjinë time, të bëni tregtar swing trading, tregtar që kapni val të mirë në trend dhe mani pozicionet mjaftueshëm për të përfituar nga ato val, mund të na kontaktoni privat në media sociale me një mesazh dhe të hapni diskutimet dhe të leni një takim me mua, me Kleon ose me një nga anëtarët tonë që do t'i shpjegojnë se si funksionon trajnimi, antarësimi te grupi mbas trajnimit dhe çdo gjë që ka të bëjë me mësimin e strategjisë time që të bëni tregtar Fit Improvers. Okej, kaq për ne për sot. Faleminderit shumë që keni ndjetur deri tani dhe shihemi javës tjetër. Shpresoj të keni një javë Fit Improvers dhe një javë produktive.